nuk jemi të mërzitur, sepse një shpjegim teknik, sepse unë mësuam keq me fitore me 3 podium të larës që sa filloi sezoni i skive, dhe dje Lara deri në përfundim të garës, për t'ia shpjeguar teleshikuesve, ishte e renditur në vendin e dytë. Një gabim i vogël disa centimetra shkeli mbi një port e cila e skualifikoi nga gara. Kjo e bëri fatkeqësisht mos garoj në garën e dytë. Por megjithatë në nivelin që garon Lara, që është një nivel i jashtëzakonshëm, luhen, siç e themi ne në shqip, të gjitha për gjitha. Pra domethënë një atlet i këtij niveli, këtij kalibri, nuk pretendon më për vend të dytë ose të 10. Pretendon gjithmonë për të parin. Kështu që kur pretendon për të parin, ne do mësohemi që shpeshherë Lara do dështojë në gara, sepse sportistët e këtij niveli gjithmonë kanë ato problemet e tyre, në thonjza në tentim të marrjes së çmimit të parë, vendit të parë.